Me emrin e Allahut, të gjithëmëshirshmit, mëshirëplotit. Elif Lam Ra. Ky është një libër, vargjet e të cilit janë radhitur mrekullueshëm dhe janë parashtruar me hollësi nga ana e një të urti, të gjithdijshëm. Adhuroni vetëm Allahun, sepse unë, Muhamedi, jam për ju një paralemrues dhe sjellës i lajmit të mirë prej tij, që ju porosit të kërkoni falje nga Zoti juaj, e të ktheheni tek ai me pendes. Ai do t'u jap të shijoni kënaqësi të bukura deri në afatin e caktuar, dhe do t'i jap çdo të miri shpërblimin e merituar. E nëse ktheni shpinën, unë i friksohem dënimit tuaj në ditën e madhe. Tek Allahu do të ktheheni, ai është i plot fuqishëm për çdo gjë. Në të vërtetë ata mbulojnë kraharorin e tyre që të fshihen nga ai, por edhe sikur të mbulohen me petkat e tyre. Ai e di se çfarë fshehin ata dhe çfarë shfaqin. Ai me të vërtetë është i gjithdijshëm se çka në zemrat e çdo kujt. S'ka asnjë gjallës në tokë që të mos i ketë mjetet e jetesës prej tij. Ai e di vendbanimin e saj dhe vendin e vdekjes. Të gjitha këto janë të shënuara në librin e qartë. Është ai që ka krijuar qiejt dhe tokën për 6 ditë, teksa afroni i tij ndodhej mbi ujë, për t'ju vënë në provë se kush është më i miri në vepra. Nëse ti u thua, ju do të ringjalleni pas vdekjes. Mohuesit me siguri do të thonë, kjo nuk është asgjë tjetër përveç se magji e kulluar. Nëse ne u ashtym dënimin për një kohë të shkurtër, ata me siguri do të thoshin, kush po e vonon. Por ditën që do t'u vi dënimi, asgjë nuk do t'u alargoj atë, dhe do t'i përfshijë ajo që ata e përqeshnin. Kur ne i japim njeriu të shijojë mëshirën tonë, e pastaj ja heqim atë, ai atëherë bëhet shpreshumbur dhe mohues. E kur pas fatkeqësisë që ka goditur atë, ne i japim atij dhunti, ai me siguri do të thotë, gjunahet e mia janë larguar nga unë. Atëherë bëhet i gëzuar dhe mendje madh. Nuk janë të tillë vetëm ata që durojnë dhe bëjnë vepra të mira. Për ata do ketë falje dhe shpërblim të madh. Mund të ndodhë që ti, Muhammed, të lësh më një anë diçka nga ato që të janë shpallur ty dhe të ngushtohet kraharori, sepse ata thonë, përse nuk i është të dërguar ndonjë thesar, ose përse nuk vjen një engjëll me të. Ti je vetëm paralemrues, e Allahu kujdeset për çdo gjë. Nëse ata thonë, ai e ka trilluar atë, thua ju, sillni 10 sure të ngjashme të trilluara dhe thirrni në ndihmë këtë mundeni përveç Allahut, nëse thoni të vërtetën. E nëse nuk ju përgjigjen, atëherë ta dini se ai ka zbritur me dijen e Allahut dhe s'ka zot tjetër të denjë për adhurim përveç tij. Andaj, a jeni ju o mohues, musliman? Atyre që duan jetën e kësaj bote dhe bukuritë e saj, ne do t'u shpërblejmë krejtësisht punët e tyre, dhe në të nuk do t'u lihet gjë mangët. Këta janë ata për të cilët në botën tjetër nuk do të ketë asgjë përveç zjarrit. Do t'u shembet çdo gjë që kanë bërë në këtë jetë dhe do t'u zhvlerësohet ajo që kanë punuar. A janë të barabartë me jo besimtarët, ata që mbështeten në provë të qartë nga Zoti i tyre, që ndiqet nga një dëshmitar prej tij, Kur'ani, para të cilit ishte libri i Musait, dëshmitar, udhërëfyes dhe mëshirë. Këta besojnë Kur'anin, dhe për cilin do nga grupet që e mohojnë atë, zjarri do të jetë vendi premtuar. Andaj ti kurse si mos dyshon në të, sa i pa dyshim është e vërteta prej Zotit tënd. Ndonë se shumica e njerëzve nuk besojnë. Kush janë më të padrejtët, se ata që trillojnë gënjeshtra kundër Allahut? Ata do të sillen para Zotit të tyre, e dëshmitarët do të thonë, këta janë ata që kanë gënjur kundër Zotit të tyre. Mallkimi i Allahut qoftë mbi të padrejtët, të cilët pengojnë të tjerët nga rruga e Allahut dhe përpiqen ta shtrembërojnë atë.
ndërsa vetë nuk besojnë në botën tjetër. Nuk janë ata që kanë pushtetin në tokë dhe nuk do të kenë ndonjë mbrojtës tjetër në vend të Allahut. Atyre do t'u shumëfishohet dënimi, sepse nuk dëgjonin as shihnin. Këta janë ata që dëmtuan vetveten dhe u humbën idhujt e rrem që i trillonin. Vërtet këta do të jenë më të humburit në botën tjetër. Padyshim, ata që besojnë, bëjnë vepra të mira dhe për ulen para Zotit të tyre. Do të jenë banor të xhenetit, në të cilin do të qëndrojnë për herë. Dallimi midis këtyre dy grupeve shëmbëllen me dallimin midis një të verbri, të shurdhër, dhe një njeriu që sheh e dëgjon. A janë të njëjtë këta? A nuk po merrni këshill? Shumë kohë më parë ne dërguam Nuhun te populli i tij. Ai u tha: "Unë jam për ju paralemruesi i hapët, që të adhuroni vetëm Allahun. Përndryshe, unë kam frikë për ju, dënimin e një dite të dhëmshme." Por paria e popullit të tij, e cila nuk besoi, tha: "Ne shohim se ti je thjesht një njeri si ne, dhe shohim që ty të shkojnë pas vetëm më të pavlerët nga ne, pa menduar fare. Ne nuk shohim se ti ke diçka më të mirë se ne, madje ju quajmë gënjeshtar." Ai tha: "O populli im, mendoni pak. Nëse unë mbështetem në një provë të qartë që më ka ardhur nga Zoti im, dhe nëse nga ana e tij më ka ardhur një mëshirë, e cila është të fshehur nga sytë tuaj, a mund t'ju bëjmë ta pranoni me detyrim, kur ju e urreni? O populli im, unë për këtë nuk kërkoj nga ju kurfar pasurie, mua më shpërblen vetëm Allahu. Unë nuk mund t'i dëboj ata që besojnë. Ata do të takohen me Zotin e tyre. Mirë po unë shoh se fatkeqësisht, ju jeni popull që nuk di. O populli im, kush do të më mbrojë nga Allahu, nëse unë i dëboj besimtarët? A nuk doni të merrni këshill? Unë nuk ju them se kam thesaret e Allahut, apo që e di të padukshmen. As nuk them se unë jam angel, e as do t'u them atyre të cilët sytë tuaj nënçmojnë, se Allahu nuk do t'u jap kurfar të mire. Allahu e di më mirë se çka në shpirtrat e tyre. Atëherë, sigurisht që do të isha prej të padrejtëve. Ata thanë: "O Nuh, ti na kundërshtove ne, madje e zgjate kundërshtimin. Le të na godas ajo me çfarë na kërcënon, nëse thua të vërtetën." Tha Nuhu: "Vetëm Allahu do t'ju asjell atë, nëse dëshiron, e ju atij nuk mund t'i ikni. Këshilla ime nuk do t'ju bëj dobi, edhe si kur të doja t'ju këshilloja, nëse vullneti i Allahut është që t'ju shkatroj. Ai është Zoti juaj, dhe ju tek ai do të ktheheni. Nëse ata thonë, ai e ka trilluar atë, thuaj: e nëse unë e kam trilluar, gjunahu im bie mbi mua, e unë jam larg nga gjunahet që bëni ju." Dhe Nuhut ju shpall: "Nga populli yt, askush nuk do të besoj, përveç atyri që tashmë kanë besuar. Andaj mos u piklo për atë që bëjnë ata. Ndërto anije nën syt dhe udhëzimin ton, dhe mos mu drejto më për ata që janë keqbërës. Ata me siguri do të fundosen." Ai nisi të ndërton të anijen. Sa herë që kalon të pranë tij paria e popullit të tij, e përqeshte. Ai u tha: "Nëse ju talleni me ne, edhe ne do të tallemi me ju, ashtu si po talleni ju, dhe së shpejti me siguri do ta merrni vesh kë do ta gjej dënimi poshtrues, dhe mbi kë do të bjerë dënimi i përhershëm." Kur arriti urdhri ynë, e uji nisi të gufoj nga sipërfaqja e tokës, ne i tham: "Ngarko në anije nga çdo lloj gjallëse, nga një çift, familjen tënde, përveç atyre kundër të cilëve ka qenë fjala e dënimit dhe besimtarët." Por shumë të pakt ishin ata që i kishin besuar atij. Ai tha: "Hipni në anije, me emrin e Allahut." Ajo lundron dhe ndalet. Me të vërtet, Zoti im është falës dhe mëshirëplot. Dhe ajo lundronte me ata, në për valet e mëdha, e të larta sa malet.
ndërsa Nuhu thëriste birin e vet, i cili ishte ndar veç. O biri im, hip me ne, e mos u bëj me mohuesit. I biri tha, unë do të strehojem në një mal, i cili do të më ruaj nga ujë. Nuhu ju përgjigj, sot askush nuk do të kursehet nga dënimi i Allahut, përveç atij që e mëshiron ai. Një val në mes tyre i ndau dhe ju fundos. Më pas një zë thiri, o tokë, gëlltite ujin tënd, dhe ti o qiell, ndaloje shiun. Dhe uji u tërhoq, e u plotësua urdhri i Allahut. Ndërsa ania u ndal në malin Al-Gjudi dhe u tha, larguar qofshin keqbërësit nga mëshira e Allahut. Pastaj Nuhu i u lut Zotit dhe i tha, o Zoti im, biri im është nga familja ime, premtimi yt është i vërtet dhe ti e gjykatësi më i drejtë. Allahu tha, o Nuh, ai nuk është nga familja jote, ai ka bërë punë të keqe. Mos më pyet për atë që ti nuk e di. Unë të këshilloj që të mos bëhesh nga të paditurit. Nuhu tha, o Zoti im, mbështetem tek ti për të mos kërkuar gjëra për të cilat nuk kam dijeni. Nëse ti nuk më fal dhe nuk më mëshiron, do të jem nga të humburit. Atëherë ai u tha, o Nuh, zbrit me përshëndetje prej nesh dhe me bekime për ty dhe pasardhësit e atyre që gjenden me ty. Disa popujve pas teje, ne do t'u japim kënaqësi, e pastaj do t'i godas nga ne dënimi i dhëmshëm. Këto janë disa nga lajmet e fsheta që ne t'i shpallim ty. Këto nuk i ke ditur as ti, as populli yt para kësaj shpalljes së Kur'anit. Andaj duro, se vërtet në fund, fitoria është e besimtarve. Fisit Ad, ne i dërguan vëllan e tyre Hudin. Ai tha, o popullim, adhuroni Allahun, ju nuk keni zot tjetër përveç tij. Ju jeni vetëm trillues. O popullim, unë nuk kërkoj nga ju shpërblim për këtë, mua më shpërblen vetëm ai që më ka krijuar. A nuk kuptoni? O populli im, kërkoni falje nga Zoti juaj dhe kthehuni tek ai të penduar. Sa ai do t'ju sjell shi të begatshëm dhe do t'ju shtoj fuqi mbi fuqinë tuaj. Mos u shmangni prej atij duke qenë keqbërës. Ata thanë, o Hud, ti nuk ke sjell kurfar prove të dukshme për fjalët e tua. Ne nuk do t'i braktisim zotat tanë dhe nuk të besojmë ty. Ne themi vetëm se ty të ka goditur ndonjë e keqe nga zotat tanë. Ai tha, unë kam dëshmitar Allahun, por dëshmoni edhe ju, se unë jam larg nga idhujt që ju i adhuroni në vend të tij. Të gjithë ju bëni komplot kundër meje dhe mos më jepni afat as pak. Unë mbështetem tek Allahu, Zoti im dhe Zoti juaj. S'ka asnjë gjallës që të mos jetë nën pushtetin e tij. Me të vërtet, Zoti im është në rrugë të drejtë. E nëse ju shmangeni, unë tashmë ju a kam përcjell atë për të cilin jam dërguar te ju. Zoti im në vendin tuaj do të sjell një popull tjetër, kurse ju nuk mund t'i bëni kurfar dëmi atij. Vërtet Zoti im është mbikëqyrës mbi çdo gjë. Kur erdhi urdhri ynë, me mëshirën tonë, ne shpëtuam Hudin bashkë me besimtarët e tij. I shpëtuam ata nga dënimi i rëndë. Ja, ky ishte fisi Ad. Ai mohonte shenjat e Zotit të tij, nuk i dëgjonte të dërguarit e tij dhe shkonte pas urdhrit të çdo keqbërësi kokfort. Ata i ndoqi mallkimin në këtë jetë dhe në ditën e Kiametit. Me të vërtet, fisi Ad e mohoi Zotin e tij. Qoftë larguar nga mëshira e Allahut, fisi Ad, populli Hudit. Fisit Themud, ne i dërguan vëllan e tij, Salihun. O popullim, tha ai, adhuroni vetëm Allahun, ju s'keni zot tjetër përveç atij. Ai ju krijoi nga toka
dhe ju vuri të jetoni në të. Andaj kërkoni falje nga ai dhe kthehuni me pendim tek ai. Pa dyshim Zoti im është afër dhe u përgjigjet lutjeve. Ata thanë, o Sali, ti ke qenë nderuar mes nesh dhe shpresa jon para kësaj fjale. A mos vallë po na ndalon të adhurojmë ato që i kanë adhuruar prindërit tanë. Vërtet ne jemi në mëdyshje për thirrjen tënde. O populli im, mendoni pak. Nëse Zoti im më ka dhënë provë të qartë nga vetja dhe mëshirë, kush do të më mbrojë nga dënimi i Allahut nëse nuk e dëgjoj? Ju me këtë mua do të më shtonit vetëm humbjen. O populli im, kjo është deveja e Allahut, shenjë qartë për ju. Prandaj lëreni të kullos në tokën e Allahut dhe mos i bëni ndonjë të keqe, se ju godet ndërshkimi menjëherë. Por ata e therën, dhe ai tha, jetoni në shtëpitë tuaja edhe 3 ditë. Ky është premtimi vërtet. E kur erdhi urdhri ynë, ne me mëshirën tonë shpëtuam Salihun, bashkë me besimtarët e tij, nga poshtrimi i asaj dite. Me të vërtet, Zoti yt është i forti dhe i plot fuqishmi. Kurse ata që bën të këqija, i kaploj një zëj të mërshëm dhe në shtëpitë e tyre, u gdhin të vdekur e të palëvizshëm, sikur nuk kishin jetuar kurrë në to. Me të vërtet, fisi Themud mohoi Zotin e tij. Qoftë larguar nga mëshira e Zotit fisi Themud. Të dërguarit tanë i sollën Ibrahimit lajmin e mirë dhe i thanë, paqje mbi ty. Ai u përgjigj, paqja qoftë mbi ju, dhe me të shpejt u solli atyre një viç të pjekur. Kur pa se ata nuk po i zgjasin duar tek mishi, nuk i pëlqeu dhe ndjeu frikë prej atyre. Engjëjt thanë, mos u frikëso. Ne jemi dërguar te populli i Lutit. Gruaja e tij që rrinte aty, qeshi kur i dham lajmin e mirë për Isakun, e pas Isakut për Jakubin. Ajo tha, ah e mira unë, a mos vallë kështu plak do të lindun, ndërkohë që edhe burri im është plak. Me të vërtet kjo është diçka jashtëzakonshme. Ata, engjëjt thanë, a mos vallë po çuditesh me urdhrin e Allahut? Mëshira e Allahut dhe bekimi i tij qoftë mbi ju, familjen e të dërguarit. Me të vërtet ai është i falenderuar dhe i lavdëruar. Pasi i kaloi friga Ibrahimit dhe i erdhi lajmi i gëzuar, ai polemizoi me të dërguarit tanë për popullin e Lutit. Vërtet Ibrahimi ishte i butë, i dhemshur e vazhdimisht i kthyer tek Allahu. O Ibrahim, shmangu prej kësaj. Me të vërtet erdhi urdhri nga Zoti yt dhe ata do t'i gjej dënimi pashmangshëm. Kur i erdhën të dërguarit tanë Lutit, ai u hidhrua, ndjeu një shtrëngim në shpirtin e tij dhe tha, kjo është ditë e rëndë. Populli i tij që më parë pat punuar vepra të këqija, u vërsul drejt atij. Luti tha, o populli im, këto janë bijat e mia, ato për ju janë më të pastra, e friksojuni Allahut dhe mos më turproni para mysafirëve të mi. A nuk ka midis jush një njeri me mend? Ata thanë, ti e di se ne nuk kemi të drejtë për bijat e tua. Në të vërtet, ti e di se ç'duam ne. Ai u tha, sikur unë të kisha fuqi që t'ju dëboj, ose të mbështetesha në ndonjë krah të fuqishëm. Thanë mysafirët, o Lut, ne jemi të dërguarit e Zotit tënd. Ata nuk mund të të bëjnë ty asgjë. E pra, nisu ti me familjen tënde në orët e vona të natës, dhe askush prej jush të mos shikoj prapa, përveç grua sate. Atë do ta godas ajo që do t'i gjej edhe ata. Afati i tyre është agimi i ditës. Vallë, a nuk është afër agimi i ditës? Kur erdhi urdhri ynë, ne përmbysëm çdo gjë. Ato që ishin lart,
I kthyen poshtë dhe mbi ata lëshuam gur nga balta e pjekur, duke rënë vazhdimisht si shiu. Ata ishin gur të shënuar për dënim, te Zoti yt. Dënimi nuk është larg nga keqbërësit. Popullit të Medienit ne I dërguan vëllain e tyre, Shuaibin. Ai tha: "O populli im, adhuroni Allahun, ju s'keni tjetër Zot përveç Tij. Mos bëni hile as gjatë matjes, as në kandar. Unë po shoh se ju gjendeni në begati dhe kam frikë se do t'ju godas dënimi një dite që ju përfshin të gjithëve. O populli im, matni drejt në lider dhe kandar. Mos u ahani njerëzve hakun e tyre dhe mos bëni ngatresa në tokë. Ajo që ju është lënë nga Allahu është më e mirë për ju, nëse jeni besimtar. E unë nuk jam ruajtësi juaj." Ata thanë: "O Shuaib, a mos vall namaz yt, urdhëron që ne t'i lëm ato që I kanë adhuruar të parët tanë, ose që të mos bëjmë me pasurinë tonë çfarë të duam. Qenke një mend I butë dhe I drejti." Ai tha: "O populli im, mendoni pak. Nëse unë kam provë të qartë nga Zoti im, I cili më ka furnizuar me begati të mira nga ana e vet, ata mos ju udhëzoj në rrugën e drejtë. Unë nuk dëshiroj ta bëj atë që ju andaloj juve. Unë dëshiroj vetëm të përmirësoj atë që mundem, ndërsa suksesi im më varet vetëm nga Allahu. Tek ai mbështetem dhe atij I drejtohem. O populli im, kundërshtimi ndaj meje le të mos ju çojë kurse si që t'ju ndodh ajo që I ndodhi popullit të Nuhut, ose popullit të Hudit, apo popullit të Salihut. Mos harroni se edhe populli I Lutit nuk është larg prej jush. Kërkoni falje nga Zoti juaj e ktheuni me pendim tek ai. Me të vërtetë Zoti im është mëshirëplot dhe gjithë dashuri." Ata thanë: "O Shuaib, ne nuk kuptojmë shumë nga ato që na thua ti dhe të konsiderojmë të dobët midis nesh. Sikur të mos ishte farefisi yt, do të kishim mbytur me gur. Ti nuk je I respektuar te ne." Ai tha: "O populli im, a mos vall farefisi im, për ju është më I respektuar se Allahu, të cilin po e anashkaloni. Me të vërtetë Zoti im ka nën kontroll gjithçka që bëni ju. O populli im, bëni sa të mundeni, por edhe unë do të bëj. Ju shpejt do ta mësoni se kë do ta gjej dënimi që do ta poshtroj dhe kush është gënjeshtar. Pritni, se edhe unë do të pres me ju." Kur erdhi urdhri ynë, ne shpëtuam me mëshirën tonë Shuaibin dhe ata që I besuan atij. Kurse mohuesit I kaploi një zë I tmerrshëm dhe në shtëpitë e tyre u gdhin të vdekur e të palëvizshëm, thuaj se nuk kishin jetuar kur aty. Qoftë larguar nga mëshira e Zotit, populli I Medienit, ashtu siç që larguar edhe fisi Themud. Ne dërguam Musain me mrekullitë tona dhe me autoritetin e qartë te faraoni dhe paria e tij. Por paria shkoi pas urdhrit të faraonit, ndonse urdhri I faraonit nuk ishte I drejtë. Ai do ta udhëheq popullin e tij në ditën e Kiametit e do ta çojë në zjarr. Sa vendi shëmtuar është ai ku do të sillen ata. Ata I përcjell mallkimin në këtë jetë dhe në jetën tjetër. Sa dhuratë shëmtuar është ajo që do t'u jepet. Këto janë disa prej historive të qyteteve që po t'i tregojmë ty o Muhammed. Disa prej tyre ende qëndrojnë, kurse disa janë rënuar. Ne nuk u bëm atyre pa drejtësi, por ata I bëm pa drejtësi vetvetes. Hynit që ata I adhuronin në vend të Allahut nuk I ndihmuan as pak kur erdhi urdhri I Zotit tënd. Edhe nuk I ushtuan atyre kur gjë tjetër përveç humbjes. I tillë është dënimi I Zotit tënd ku ndëshkon vendbanimet që bënin gjunahe. Me të vërtetë dënimi I tij është I dhëmshëm dhe I ashpër. Pa dyshim në këtë ngjarje ka këshill për ata që I druhen dënimit të ditës së gjykimit.
Ajo është dita në të cilën do të tubohen të gjithë njerëzit. Ajo është ditë e dëshmuar. Ne shtyjmë atë vetëm që të plotësohet afati i caktuar. Kur të vijë ajo ditë, njeriu mund të flasë vetëm me lejen e tij. Disa prej tyre do të jenë të mirë, e disa fatlum. Ata që do të jenë të mirë, do të hyjnë në zjarr, ku do t'i presin veç ofshamat e vajtimet. Aty do të mbeten për herë, derisa të jenë qiejt dhe toka, përveç si të doj Zoti yt. Me të vërtet Zoti yt kryen atë që do. Kurse fatlumët do të hyjnë në xhennet, ku do të qëndrojnë për herë, derisa të jenë qiejt dhe toka, përveç se si të doj Zoti yt. Kjo është dhuratë e pandërprerë. Prandaj mos u bëj dyshues për atë që këta adhurojnë. Ata adhurojnë vetëm atë që kanë adhuruar dikur të parët e tyre, dhe ne do t'u japim atë që kanë merituar, duke mos u apaksuar as pak. Vërtet ne i dham Musait librin, por rreth tij pati kundërshti. Sikur të mos ishte parathënë fjala e Zotit tënd për shtyrjen e gjykimit. Me siguri që çështja do të gjikohej midis tyre menjëherë. Në fakt, edhe tani ata janë në mëdyshje tepër të madhe në lidhje me të. Në të vërtetë, çdo njeri prej tyre Zoti yt do t'ja plotësoj shpagimin për veprat e veta. Saj me siguri e di mirë atë që punojnë ata. Prandaj qëndroj patundur në udhën e drejtë. Ashtu siç je i urdhëruar, ashtu le të veprojnë edhe besimtarët që janë me ty, e mos i kaloni kufit. Saj me të vërtet i sheh mirë ato që punoni ju. Dhe mos anoni nga ata që bëjnë të këqija, përndryshe do t'ju përcëlloj zjarri. Ju nuk do të keni mbrojtës tjetër përveç Allahut, dhe nuk do të ndihmoheni. Fali namazin në mëngjes e mbrëmje dhe në një kohë të natës, sepse veprat e mira i shlyen veprat e këqija. Kjo këshill vlen për ata që i pranojnë këshillat. Dhe duro se Allahu me të vërtet nuk e humb shpërblimin për punë mirët. A ka pasur njerëz të mençur te popujt para jush, të cilët të pengonin nga tresat në tokë, përveç disave prej tyre që i shpëtuam ne. Ata që bënin të këqija, jepeshin pas kënaqësive dhe ishin gjunaqar. Zoti yt kur nuk do t'i shkatronte qytetet padrejtësisht, nëse banorët e tyre do të ishin të ndershëm. Sikur të kishte dashur Zoti yt, të gjithë njerëzit do t'i bashkonte në një bashkësi të vetme. Por ata vazhdojnë të jenë të përçarë, përveç atyre që i ka mëshiruar Zoti yt. Për këtë qëllim ai krijoi ata. Do të plotësohet fjala e Zotit tënd. Me të vërtetë do ta mbush xhenemin me gjinde dhe njerëz bashkarisht. Ne po t'i tregojmë ty disa nga historitë e të dërguarve, për të ta forcuar zemrën. Në këtë sure të ka ardhur ty e vërteta. Ajo është këshill dhe kujtesë për besimtarët. Dhe thua ju atyre që nuk besojnë: ju bëni çfarë të mundeni, edhe ne do të bëjmë çfarë të mundim, dhe pritni se edhe ne do të presim. Allahu i di të fshetat e qiejve dhe të tokës, dhe çdo gjë kthehet tek ai. Lutju atij dhe mbështetu tek ai. Zoti yt nuk është i pavëmendshëm ndaj asaj që bëni ju. Elif Lam Ra. Këto janë vargjet e librit të qartë. Ne zbritëm këtë Kur'an në gjuhën arabe për ta kuptuar ju. Ne po të tregojmë ty historinë më të bukur përmes shpalljes së këtij Kur'ani, ndonse ti me të vërtet nuk ke qenë në dieni më parë. Kur Jusufi i tha babait të vet: "O baba im, unë pash në ëndër 11 yje, diellin dhe hënën, i pash të më përuleshin në seçte." Ai tha: "O biri im, mos ua trego ëndrrën tënde vëllezërve të tu, që të mos kurdisin ndonjë gjë kundër teje, sepse vërtet djalli është armik i hapët i njeriut." Dhe kështu
Zoti yt të ka zgjedhur ty dhe të mëson shpjegimin e ëndrave dhe plotson dhuntin e vete ndaj teje dhe familjes së Jakubit, ashtu siç e ka plotësuar më parë ndaj të parëve të tu, Ibrahimit dhe Isakut. Padyshim Zoti yt është i urtë dhe i gjithdijshëm. Për të gjithë ata që pyesin në historinë e Jusufit dhe vëllezërve të tij, ka shumë mësime. Vëllezërit e tij thanë: Jusufi dhe vllai i tij janë më të dashur se ne për baban ton, ndërkohë që ne jemi një grup i tërë. Babai ynë me të vërtet po gabon. Vriten Jusufin, ose braktiseni në ndonjë vend të largët, se pastaj babai juaj do të kthehet nga ju dhe pas kësaj do të bëheni njerëz të mirë. Njëri prej tyre tha: mos e vrisni Jusufin, por hidheni në fund të ndonjë pusi, do ta marr ndonjë karavan, nëse për një mend doni të bëni diçka me të. Ata thanë: o baba ynë, përse për Jusufin nuk ke besim te ne? Në të vërtet, ne i dëshirojmë çdo të mirë atij. Dërgoje nesër me ne që të argëtohet dhe të luaj. Të sigurojmë se do ta ruajmë. Babai tha: unë brengosem po ta merrni, dhe kam frikë se mos do ta haj ujku, ndërkohë që ju s'do ta keni mendjen tek ai. Ata thanë: si do ta haj ujku, kur ne jemi një grup i fortë? Atëherë me të vërtet që do të ishim të humbur. Pasi e morën, vendosën që ta hidhnin në fund të një pusi, dhe ne i shpallëm Jusufit: ti do t'i lajmërosh ata për këtë vepër, pa e vënë re ata që ti je Jusufi. Dhe në mbrëmje ata shkuan te babai i tyre, duke qarë. Thanë: o baba ynë, ne shkuam të vrapojmë e Jusufin e lam te rrobat tona, andaj e hëngri ujku, por ti nuk na beson edhe pse ta themi të vërtetën. Dhe sollën këmishën e tij të përgjakur, me gjak të rrem. Ai tha: nuk është kështu. Por ju keni sajuar diçka. Por durim, Allahu t'i kërkoj ndihmë kundër asaj që po tregoni ju. Ndërkohë në pus, erdhi një karavan. Ata dërguan ujëmbartësin e vet, dhe ai lëshoi kovën e tij dhe thiri: o sa gëzim, qenë ka një djalë. Ata e fshehen atë si plaçk tregtie. Por Allahu e dinte mirë se çfarë bënin ata. Ata e shitën Jusufin me një çmim të ulët, veç disa grosh, pa pasur fare lakmi për para. Një njeri nga Egjipti që e bleu, i tha gruas së vet: bëj atë këndshëm qëndrimin këtu. Ndoshta do të na shërbej, ose do ta birësojmë. Dhe ne kështu e vendosëm Jusufin atë tokë të bukur dhe i mësuam shpjegimin e ëndrave. Allahu ka kontroll dhe fuqi të plot mbi çështjet e tij, por shumica e njerëzve nuk e dinë. Kur Jusufi arriti moshën e pjekurisë, ne i dham aftësinë e të gjykuarit dhe dituri. Kështu i shpërblejmë ne punëmirët. Por ajo në shtëpinë së cilës gjendej ai, nisi ta josh, në kundërshtim me dëshirën e tij. Ajo ja mbylli të gjitha dyert dhe tha: jam e gatshme për ty. Kurse ai tha: Allahu më ruajt. Me të vërtetë Zoti im ka treguar kujdes për mua, dhe pa dyshim, keqbërësit nuk do të shpëtojnë kurrë. Ajo e dëshiroi atë. Por edhe Jusufi do ta kishte dëshiruar atë sikur të mos kishte parë provën e Zotit të vet. Kështu e larguam nga e keqja dhe vepra e shëmtuar, sepse ai në të vërtetë ishte nga robrit tanë të sinqert. Që të dy vrapuan nga dera dhe ajo i ashqeu këmishën atij nga mbrapa. Te dera ata hasën burrin e saj. Ajo tha: çfarë dënimi meriton ai që kërkon t'i bëj të keqe gruas sate, përveç burgosjes apo dënimit të dhëmshëm? Jusufi tha: ajo provoi të më joshte. Një jafërt i saj që u gjend aty pohoi: nëse këmisha e tij është shqyer përpara, atëherë ajo thot të vërtetën, kurse ai gënjen. Por nëse këmisha e tij
është shqyer prapa. Atëherë ajo gënjen, ndërsa i thot të vërtetën. Kur burri i saj pa se këmisha Jusufit ishte shqyer nga mbrapa, tha: "Patjetër që kjo është një nga dredhit tuaja. Në të vërtetë, dredhit tuaja janë të mëdha. Ti o Jusuf, largohu nga kjo. Kurse ti, gruaja ime, kërko falje për këtë gjuna, sepse në të vërtetë ti je fajtore." Disa gra të Paris në qytet po thoshin: "Gruaja e Azizit, deshit ajo është shërbetorin e vet. Asaj ka rënë vërtet në kokë dashuria për të. Ne besojmë se ajo e ka humbur fare." Kur dëgjoj për thashethemet e tyre, ajo i thiri ato në gosti. Çdo njerëz i dha nga një thik dhe i tha Jusufit: "Dil para tyre." Kur e pahan, gratë u mahnitën nga bukuria e tij, prend duar dhe than: "O Zot, ky nuk është njeri, por qenë ka një engjëll fisnik." Ajo tha: "Jo, ky është ai për të cilin ju më qërtuat. Jam përpjekur ta josh, por ai është ruajtur nga gjunahu. Por nëse ai nuk bën atë që e urdhëroj unë, me siguri që do të burgoset dhe do të poshtrohet." Ai tha: "O Zoti im, më shumë e dua burgun se atë ku më shtyn ato. Nëse ti nuk e largon prej meje dredhin e tyre, unë do të prirem drejt atyre dhe do të bëhem nga ata që nuk i din ligjet e tua." Dhe Zoti e plotësoi lutjen e tij dhe e shmangu nga dredhit e tyre. Me të vërtetë ai dëgjon dhe di çdo gjë. Pastaj u ra ndërmend atyre, pasi pan shenjat e pafajësisë së Jusufit, që ta burgosin për një kohë, në mënyrë që ngjarja të mos përhapej në popull. Bashkë me Jusufin, hynë në burg edhe 2 djelmosha. Njëri prej tyre tha: "Unë kam parë në ëndër veten se si shtrydhja verë." Tjetri tha: "Unë kam parë në ëndër se si mbaja në kokë bukë, të cilën e hanin shpendët. Shpjegona kuptimin e ëndrave. Ne me të vërtetë shohim se ti je njeri i mirë." Jusufi tha: "Sa herë që t'ju vi ndonjë ushqim në ëndër, si risk për ju, unë do t'ju lajmëroj se çfarë kuptimi ka para si të bëhet realitet. Kjo është prej dhuntive që mi ka mësuar Zoti im. Unë e kam flakur fenë e njerëzve që nuk besojnë Allahun e që mohojnë jetën tjetër. Unë besoj fenë e të parëve të mi, Ibrahimit, Isakut dhe Jakubit. Ne kur nuk mund t'i shoqërojmë Allahut ndonjë gjë në adhurim. Kjo është nga dhuntia e Allahut ndaj nesh dhe njerëzve të tjerë. Ndonë se shumica e njerëzve nuk janë mirënjohës. O shokët e mi të burgut, a janë më mirë një mori zotash të ndryshëm, apo Allahu, i vetmi, gathnimtari? Ata që ju i adhuroni në vend të Allahut, janë vetëm emra, të cilët i keni vënë ju dhe të parët tuaj, pa pasur prej tij asnjë argument. Vendimi i përket vetëm Allahut. Ai ka urdhëruar që të adhuroni vetëm atë. Kjo është e vetmja fe e vërtet, por shumica e njerëzve nuk e di. O shokët e mi të burgut, njëri prej jush do t'i shërbej verë pronarit të vet, kurse tjetri do të kryqëzohet, e shpendët do të hanë prej kokës së tij. Kështu është të caktuar kjo gjë për të cilën pyetet ju. Jusufi i tha njërit prej këtyre të dyve, për të cilin e dinte se do të shpëtonte: "Përmendë mua te pronari yt." Por djalli bëri që ai të haronte ta përmendte te pronari i vet. Dhe kështu Jusufi mbeti edhe disa vjet në burg. Dhe tha mbreti: "Kam parë në ëndër 7 lopë të majme, të cilat po i hanin 7 lopë të dopta, dhe kam parë 7 kallin të gjelbër e 7 tjerë të tharë. O paria ime, më shpjegoni ëndrën time, nëse dini të interpretoni ëndrat."